Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtarëve të gjithëve na ka dërguar Zoti në këtë dynja, në jetën e kësaj bote, që Zotin ta njohim e ta adhurojmë, që për ahiretin ton të përgatitemi e të punojmë, por dhe që të mirat e Zotit që i ka krijuar për ne në dynja, t'i ham, t'i shijojmë dhe të falenderojmë. Mos mendoni që Islami është kundra dynjas, mos mendoni që Zoti dhe feja e Zotit nuk e pëlqen pasurinë, nuk i pëlqen të mirat. Nuk është e vërtet diçka e tillë, se vetë Zoti thot në Kur'anin famlart: "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq." Thuaj o Muhammed, kush është ai që i pas ka bërë haram, pra i pas ka ndaluar bukuritë që ka krijuar vetë Allahu xhalleshanu për robërit e tij dhe mirësitë dhe furnizimet e tij. Nuk janë haram, janë krijuar nga vetë Allahu xhalleshanu për robërit e tij në këtë dynja, dhe mbi gjitha këto të mira do t'i shijojnë besimtarët ditën e Kiametit në botën tjetër.